për këtë. Po këta janë gazetarë, as janë media. Po dhe? Po si merr mbrojtje. Si jam të sulmu medjen, që ta jem të i sulmu, dhe si jam të i sulmu, jem të i kritiku në thellë. Okej, po. Ideja është që për PSD-n, krejt rastësisht, kjo çështje është bërë shumë e rëndësishme. Dhe po më gjanë shumë në vetëvendosje me dikushme. Që tu është këshilla, që tu është poenta ime. Po në thash, tipi ki do shablone. Po ti nru shablonet, nuk munda me ta nru mene. Po tash, kur shabloni për shtatët plësisht në metodë dhe në qëllim dhe në kritik, a di pse për shtatët? Se kur e ki vish një shablon... Nështë se kemi përvoj, unë nuk jam i ri, nuk jam i 2000... Nuk kam fillu me përcija politikën prej 2020-ës. Pe kuptoj Barabendi, çka si edhe nuk mundem me heq dorë nga përvoja. As prej shabloneve të kohës së Mikut, as të kohës së Leksit, as të kohës kur ka dalë vetëvendosje, as se si vetëvendosje nuk ka hyrë 5 vitet e para në zgjedhje, sepse e dinte që s'kalon të prak. A më dëgjove çka thash? PSD-n duke mos hyrë në zgjedhje. Problemi është që e ki vish një shablon. Me që ata po dënë kohë ndryshme, rrethana ndryshme me shpjegu senet njëjtë. Që aty e tu dështu. O nuk mundi sa dëni me tentu, jo me qëllim të keq, po me i thjerëzu gjërat dhe me i përkufizu kështu, nuk i rrinë ato. Ky është i njëjti shablon që kanë thonë kur vetëvendosje s'fiton mo. Ka fitu për shkak Vjosa Osmanit, ka fitu për shkak Veriut, tash për shkak diasporës. Shumë mirë. A janë të bindur në opozita? Që Albin Kurti ka fitu 51% pik diçka për shkak diasporës? Ndore kem. Eftoj opozitën formale, mos t'i shërbej Albin Kurtit, mos t'i shkojnë salë, shkojmë zgjedhje në mars në prill, kur do që i bjen, prill me gjasi i bjen. A merr pjesë PSD? Absolutisht po. Absolutisht po. Shkojmë zgjedhje në prill. Nëse ata ko kanë të bindun që Albini na ka manipulu përmes diasporës, dhe mos me qenë diaspora ashtu, e kemi ndorë. Dhe ja bojmë një argat Kosovës. Buxheti miratohet, marrëveshjet ndërkombëtare mund të miratohen, Kosova ka buxhet, ka marrëveshje ndërkombëtare, ka qeverinë detyrë. Nëse na jemi të bindur, mos t'i shkojnë sallë për presidentin. Po aty çapo ndodh? Te ki zyrtar të LDK-s, të cilët po vrapojnë nëpër studio dhe po thonë presidenti ka lënë nga zyrat e LDK-s, ma herë thëshin kryeministri se si kishin votat për kryeministër. Kjo është kërkesë dhe po thonë pa marrëveshje politike, nuk votojmë. Sot e dëgjova kryetarin e PDK-s, i cili tha kështu. Na nuk votojmë presidentin pa marrëveshje politike. Dhe marrëveshja politike, tha, duhet të përfshi konstituimin e kuvendit, krijimin e qeverisë, zgjedhjen e presidentit. Nëse tha, konstituohet kuvendi, zgjedhet qeveria, na nuk flasim, tha, për president. Qa i bjen kjo për me sqaru? Merrem në koalicion. Nëse po të vyjnë votat e mia për president, alla ile merrem koalicion. Që kjo është opozita, se disa njerëz, kur bënim kritik ne të PSD-s, që është gabim edhe elektoralisht. Nuk kam dëgjuar sot, Hamzën. E kam dëgjuar, ajo është publike, si më të manipulu. Heqja vijave të kuqe, pas 10 muj blokad, pas 10 muj marrje peng shtetit nga vetëvendosje dhe Kurti, ishte gabim. Sepse ti nëse i thu, këtë ka bloku 10 muj, në fund t'i thu në bëjmë mas zgjedhjeve, ti e t'u thonë që nuk i ka pas fajet kë. Disa të tentojnë me më thonë... Se kush i është i vijat e kuqe? Edhe AK-ja, edhe PDK-ja. PDK-ja ma herë thë që nuk kemi vijat kuqe, po kemi ndekt madh, ndërsa e kënë krejt, LDK-ja e ki në program të shkru. Programin elektoral, thot nuk do të blokojmë më krijimin e institucione pavarësisht rezultatit.